Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking. Në këtë pjesë të fundit do të ndalemi tek zhvillimet që lidhen me Big Brother VIP 4. Ka nisur numërimi mbrapsht, me 19 prill do të jetë finalja e madhe, një finale që premton shumë surpriza, një spektakël i vërtet. Teksa janë 4 finalistë në garë për çmimin e madh: Rozana, Laerti, Egli dhe Gjesti. Do të shkojmë në këtë momente në një lidhje direkte me gazetarin Arber Zeka për të diskutuar mbi këto zhvillime e në fakt çfarë presim, si do të jetë përballja për çmimin e madh. Arber, përshëndetje. Përshëndetje Dafina, po du vetëm një ndryshim të vogël me bo në renditjen që i tha emrat, bëje Laerti, Rozana, Egli, Gjesti, kështu ka me rrjedhë gjithë situata. Me thënë të drejtën, unë i radhita sipas mënyrës që janë shpallur. Ishte shumë afër. Rozana shpallur e para, Laerti i dyti, më pas Gjesti dhe Egli e fundit. Unë dalin e mendoj që do t'jetë Laerti, Rozana, Egli, Gjesti në fund. Pra Gjesti fitues? Patjetër. E ndihmoi dasma me Eglin? Do t'i kontribuoj pozitivisht në lidhje me mbështetjen? Unë konsideroj që çka do që të ndodhë tash në këto ditë, Gjesti vetë se ka konfirmu prej shumë ditësh, prej shumë muaj që ka konfirmu sigurinë dhe qëndrueshmërinë e tij mbrana shtëpisë më të ndjekur në Shqipëri Big Brother. Mendoj që realisht meriton finalen, meriton dhe fitoren për shumë çka, e pos tjerash për energjinë dhe dinamikat që ja ka transformu edhe që i ka jep edicionit 4 të Big Brother. Në që se heki pak modestin, atër mund të them që pa Gjestin, ky Big Brother kish me qenë daltonist. Në fakt, nuk pres një koment ndryshe nga miku i ti? Nuk e kom mik, ajo shumë i ri, unë jem 36 vjeç, ajo është 24, kemi një diferencë më shumë se një dekadën mosh, e njihemi se unë jem gazetar, u thesh një emision që përket showbizit dhe kulturës muzikës në televizionin publik, ku më rastis në 2-3 herë në për studio ku ai regjistron, edhe miqtë e mit përbashkë të regjistrojnë pikërisht në studion e njëjtë, atëherë kemi rastis se mu taku dhe mu njoftu, por që nuk kam mitësi absolutisht me Gjestin, veç se më pëlqen si personazh dhe e kom njoft më mirë përmes rrugtimit tim Big Brother, por që e kom mik jo. Si e përcolle incidentin mes ti dhe Jozit? Unë uroj edhe po m'bjen mirë që ka fillu mu harru, mu te kalu, një shijet hidhur, uroj mësë më kujtu gjatë, për gjithmonë ka me mbet mendje, se incidentet jemi të prirur me jetu ma gjatë në kujtes, por që në parem një gjë që nuk është dasht me ndodhë në asë një rëthan, ndoshta shëmtia e këti edicioni ka qenë ai veprim, një sjellje pa matur dhe me pak fjalë, unë e dënoj aktin e dhunës, gjithmonë e kom dënu, nuk kom pëlqen, kjo lojë është lojë nervash, duesh kur futesh brenda Big Brother, fillimisht me nënshu një kontratë me vetën. Gjesti e the dhe më herët, i ka dhënë shumë shtëpis për hir të së vërtetës, por a ka pasur momente kur e ke parë në te i kalim mënyrën se si ai është qasur, ka provokuar banorët e tjerë të shtëpisë? Për derisa në asnjë moment, e për këta jam goxha i sigurt, se nuk arri me pa gjithkohës impenjimi edhe puna na pamundson me qenë gjithkohës përmes ekranit, po zakonisht neve na azhurnojnë, na majnë të updateuar me informata njerëz, pasi që ne komentojmë edhe përmes rrjeteve tona në Instagram me ekipën tonë, e gjithmonë që kur ndodh diçka neve na dërgojnë linç që thonë si e komentoni këtë situatë ose atë tjetër. Çdo gjë vërtetet rreth Big Brother VIP 4. Absolutisht, po për derisa nuk e cënon dhe nuk e fyn tjetrin në pika të dobta, piket dopt në këtë lojë është vetëm familja dhe njerëz që ti ket afër, ti ket zemrës. Asnjërin prej ty banorëve nuk e ka shoh, nuk e ka fy, ka lut me limite që lejon, nuk e ka godit asnjë prej banorëve, nuk e di nëse e ka shtyr, se ka tërheq karrikën minimalisht dikujt që murdzu, domethënë që ndodhi në Big Brother me boksi loja qoftë për shaka, nuk ka lut me këto limite. Nëse nisëm mbi këtë parim, atëherë i bën që djali ka lujt me rregullat sakta të bigut edhe mbaje nëse ke durim mbaje, nëse s'ke atë liroje shpinë. Kurorëzimi i Gjestit dhe Eglit, sa do të vazhdoj lidhja e tyre jashtë shtëpisë? Dafin, kjo pyetje më shumë i takon zonjës Meri. Ajo më parashikime, por unë po më ndona
Po ndona mi përgjigj edhe kësaj pyetje. Duke njohur Gjestin, të paktën do më thuash nëse ka ndjenja të vërteta ndaj Eglit apo jo. Unë konsideroj edhe besoj që janë tipare diametralisht kundërta. Janë dy tipe komplet dhe tërësisht të ndryshëm njëri nga tjetri. Tjetri shpirti i lirë, natyre e kundërta të rriqen, Arber. Pikërisht për shtabë të me thonë tjetri, por që në këtë pikë ka momente kur nuk përputhen, fillojnë krijojnë flak. I bjen që Gjesti është shpirti i lirë, natyre hedhon, e kemi një Egli që duket konservatore, më parimore, si me thonë kushtimisht më e mbron dhe don me pas hermetikisht të mbyllën jetën dhe privatësinë dhe dashnin e saj, kështu që nuk e di sa kanë marrit më përputh, po që një vajzë që është mjaft e zhrutë, e lexuar, artikuluar dhe kaq me ngul në dashni ju kish dash Gjestit shumë, kish me majt goxha shumë në kontroll dhe për mua kish me qenë ndoshta një lidhje ideale, tani nuk guxoj me folë se nuk e di si janë ndjenjat dhe raportet mes të dyve, për Egli e ka shprehimisht ka treguar që ka ndjesi të jashtëzakonshme për Gjestin. Gjesti din me koni luhatshëm në këtë pikë dhe nuk po di. Ai prisë që Gjesti t'i kërkonte vëllai të madh organizimin e një dasme? Qyre Gjesti pavarësisht që deklarohet që nuk e ka ndjek Bigun, Gjesti është dëshmuar që Bigun e ka pa me detaje dhe një mirë si format. Nuk ka dash me lon asnjë kartë pa shfrytzuar edhe kartën e fundit. Egli me fati një aksidenti, unë konsideroj që Egli e kapi finalen për hir të asaj që unë mendoj, dhe tani e shfrytëzoj çdo mundësi. Gjesti shfrytëzon secilat mundësi, çdo mundësi që jepet në kuadër të lojës për me qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, me qenë on top of the rest, që thonë bijet. Pra kjo martesë ishte shfrytëzimi mundësisë nga Gjesti për të shtuar edhe më shumë mbështetësit në prag të finales së madhe. Pa ekzistuar dhe vullneti dhe ndjesia, nuk po besoj. Qyre kjo lojë gjithçka është lojë, edhe gjithçka bëhet për show, bëhet për me artu të shikus, po besoj që ka qenë një koordinim mes dhomës Rëfimit edhe Gjestit, po du ju mos e merrni tende mos ma nxjerrni nga konteksti. Unë kam qenë vetë banori Big Brother edhe për 86 ditë gjithmonë kam shfrytzuar një gjysore për me najt në dhomë të Rëfimit, se disi krijon qetësi, edhe këta e pak ndjesinë që je vetëm edhe po flet në një zon që për mua ka qenë zoni më i magjishëm që kum dëgjuar gjatë gjithë jetës, kështu që ndoshta të bën izolimi Arber, izolimi gjatë, të kesh përjetime, perceptime të gabuara në raport me marrëdhëniet me të tjerët brenda shtëpisë. Fokusi dhe koncentrimi që të merr loja Big Brother është e pa imagjinueshme. Unë uroj një gjatë du me cek. Gjesti ka shumë muaj mrena, ka shumë ditë këtë jetume dhe mos harroni që ndryshimi që është brenda shtëpisë Big Brother është aq i madh, uroj mos me dëmtu në shikim, pasi që ka mundësi që më fillon edhe mundesh me pas lodhën sytë dhe dobësim edhe në identifikimin e ngjyrave, pak fjalë merr një fardozë të daltonistit, pas tjera është presioni shumë i madh, lodhja është shumë e madhe, ndryshimi është shumë i madh për hir të asaj që ti mos me pas mundësinë me flajt, me qenë gjithkohës aktiv. Domethënë me qenë aktiv në shtëpi, mos me pas shumë mundësi me kalu kohën gjumë. Kjo është një prej arsyeve, pas tjera shkruan edhe insomni. Unë po uroj që gjitha këto me qenë të te kalume, me thejs veçantë për Gjestin, pasi që rrugtimin e ka pas ma gjatë. Ndërkohë, ka një informacion se menaxheri i Gjestit ka bërë me dije se mbështetësit do të organizohen për finalen, për ta mbështetur në Tiranë. Mirë bojnë. Mirë bojnë. Janë të shumët. Së është era parë, dhe unë kur kom qenë ka nënë nga Macedonia, e Veriut, nga Kosova, gjithandej, me autobus për me më përkra dhe kemi kalu shumë mirë, se cili brohëret për mënyrën me vetë, në shuemi që jemi popull demokrat, se cili fonditës jemi shqiptarë me zvete, për që apojmë njëri tjetërin, duhet mi urunjë një tjetërit fitoren, mirë bojnë më ardhe në Kosova ka një lloj distance, nuk është e pa mundur më ardhë të martë dhe të shtunë me ndjek atë që e pëlqen, edhe po besoj që me thajs veçantë Gjesti ka të koncentrume dhe të orbita e fansave ti, targeti është ndoshta më shumë Kosovë, pa përjashtu siç mund të konë Kosovë, për zonën, po besoj gjithë shqiptarët jemi të prinur me qenë lokalista. Shkodranët e duan vetëm, Vlënjat tonë jemi më të mirë, ne në Prishtinë jemi më trendi, Gjakovarto jemi më të qytetëruar, domethënë e kemi këtë dozën e lokalizmit, po besoj që Gjesti koncentrimin e mbështetësve ka në Kosovë, bojnë mirë që shkojnë, edhe ka një mundësi me festu atë ditë edhe
pse jo, me nda këtë moment gëzimi për ata që kanë ndjek Bigun me kaq shumë pasion. A ka një reagim nga familjarët e Gjestit pas martesës tradicionale brenda shtëpisë? Nuk ishte martesë me kurorëzim bashkiak. është një martesë për show, ajo është mirë kuptuar, Duar Turkit je mirë kalon tani çfarë do të ndodh tutje. Big Brother ka demonstruar dhe ka dëshmuar që çiftet pranë shtëpisë kanë arritur. Thase nuk e shesi një gjest simbolik. Është simbolikën e ka në bërtham dhe në përmbajtje. Pas tjera është, du me thonë që ka dëshmuar Bigu ndër vite që çiftet arrin me kriju edhe familje, në botë shefi kemi DJ Dax Angel dhe kemi Luizin me Kiarën, që kanë familjet shëndosh. Pse jo, unë ja uroj me shpirt edhe jashtë me botën një dasë më të madhe se aq, ku ka mundësi në gjithë familjarët e të dyja palët me më bashku, e me nda këtë moment gëzimi dhe me kriju familje, pse jo, por që deri në këtë pikë lojës për unë mbetet në kuadrin e figurativës. Arbër, të falenderoj shumë për këtë lidhje. Falenderoj shumë Dafina, kënaqësi që bashkë bisedova me juve. Mirë, ne kemi mpritur në fund të programit për ditën e sotme, ishim në një transmetim të drejt për drejt nga ora 17 me zhvillimet politike, por jo vetëm. Në nisje ne diskutuam në fakt për një situatë të vështirë në të cilën ishin gjendur 12 turistë spanjoll të bllokuar në kanjonin e Nivicës, por më pas pati një ndërhyrje qoftë të forcave zjarr fikse ashtu edhe forcave të policisë pas lokalizimit të tyre, gjithçka ka shpëtuar dhe ka kaluar pa incidente. Ndërkohë jemi ndalur edhe tek zhvillimet të tjera që lidhen me SPAK, gjykatën e posaçme, po ashtu zhvillimet politike. Më herët ne ishim në lidhje me kryeministin, një është kryetari i Partisë Socialiste Rama, gjatë takimeve me të rinjt në kryeqytet, ai vijon të premtoj pasaportën europiane nëse shqiptarët do t'i japin një tjetër mandat të qeverisës, mandatin e 4 nga zgjedhjet e 11 majit. Në këtë momente është lideri i opozitës, kreu i koalicionit Partia Demokratike dhe 23 parti Aleanca për Shqipërinë Madhështore Berisha, i cili vijon takimet edhe ai me të rinjt në kryeqytet duke dhënë premtimet respektive, duke kërkuar votën në zgjedhjet e 11 majit. Do të shkojmë në një lidhje direkte me këtë takim, ndërkohë që bashkë do të shihemi nesër. Natën e mirë.